Përshëndetje të nderuar shikues të Star Plus Televizion, në minutat në vijim do t'jeni me mua Teodor Gjergën në studio e hapur, që siç e kemi prezantuar në këtë periudhë do t'i kushtohet totalisht zgjedhjeve, programeve, kandidatëve të cilët do të marrin pjesë në garën zgjedhore të 11 majit në vendin tonë. Pa humbur shumë kohë, do të prezantoj kandidatin e ditës së sotme, është zoti Bardh Spahia, një emër i njohur në qytetin e Shkodrës. Zoti Spahia, faleminderit që je me mua sot në studio e hapur. Është kënaqësi për mua, faleminderit ju për ftesën. Atëherë, si po shkon fushata e Partisë Demokratike në Shkodër, nisur edhe nga pritshmëritë që keni pasur, por dhe si po zhvillohet ajo tashmë në terren? Është një fushatë e cila po vjen me intensitet të lartë, i cili vazhdon të rritet dita ditës. Në fokusin ton kryesor ka qenë pikërisht kontakti me qytetarët shkodran, dëgjesa e problematikave të tyre, kontakti, shkëmbimi i mendimeve, por edhe prezantimi i ofertës së Partisë Demokratike nëpërmjet programit të saj, i cili prek të gjitha fushat e shoqërisë shkodrane dhe shqiptare. Ka qenë për hir të vërtetës një komunikim intensiv, i cili na ka konfirmuar edhe një herë vështirësitë e jashtëzakonshme me të cilat përballen qytetarët shkodran në këtë periudhë, e cila për fat të keq zgjat tashmë prej 12 vitesh, në vend që të kishim bërë hapa përpara në përmirësimin e kësaj situate, për fat keq kemi bërë hapa madhor mbrapa, duke degraduar kryesisht në aspektin ekonomik, por edhe në aspektet e tjera jetën sociale, ekonomike të Shkodrës dhe mbar Shqipërisë. Në këtë kontekst unë mendoj jashtëzakonisht rëndësishëm këtë kontakt me qytetarët dhe shtimin e tij akoma më tepër gjatë ditëve në vijim deri në datën 11 maj, ku padyshim fokusi ynë kryesor është orientimi i sa më shumë bashkëqytetarëve tanë për të na u bashkuar drejt fitores së madhe të 11 majit. Ndalemi pak tek procesi primarëve, ku për hir të vërtetës është një proces që fillimisht u përgëzua, por më pas pati edhe ato paknaçitë veta, ku në qytetin e Shkodrës ju rezultuat ishit më i votuari. Por në fakt pas përmbylljes së këtij procesi ju u lat në listë hapur. Nuk u bët pjesë e listës mbyllur nga Partia Demokratike. Shiko, si e komenton diçka këtë? Jo, shiko, është thënë që në fillim që procesi i primareve dhe vota e antarësisë së Partisë Demokratike do të ishte vetëm njëri nga aspektet i cili do të ndikote në hartimin e listës së kandidatëve të Partisë Demokratike, por jo i vetmi. Në të kontekst, unë mendoj se hartimi dhe realizimi i një liste le të themi të denjë për qytetarët shkodran, listën e duhur dhe për të maksimalizuar votën e qytetarëve tanë, ka nevojë për të përfshirë dhe për të pas brenda saj shumë aspekte. Thënë kështu, mendoj se është një listë jashtëzakonisht e mirë menduar, e cila synon, dhe ky është edhe objektivi kryesor, maksimalizimin e votës së qytetarëve shkodran. Në këtë kontekst, mendoj se ka pas planin për llogaritjeve elektorale, siç është normale në një forcë politike, në një organizatë politike, por ka pastaj brenda edhe një aspekt tjetër jo më pak të rëndësishëm për mua personalisht, që është nevoja për të marrë mandatin nëpërmjet votës direkte të qytetarëve shkodran, të bashkëqytetarëve të mi. Në të kontekst, unë e kam mirëprit përfshirjen time në listën e hapur të Partisë Demokratike, madje kam qenë në ato që e kam preferuar qenien time në listën e hapur të Partisë Demokratike, pikërisht për faktin se doja të isha i fortë me votën e bashkëqytetarëve të mi shkodran, vlerësimin e tyre. Ndryshe do të ishte një mandat i marrë nëpërmjet listës së mbyllur. Mendoj se në këtë kontekst ka qenë zgjedhja e duhur në gjitha aspektet. Unë dalë pak më parë tek listat e hapura dhe është e vërtetë që
ky sistem maksimalizon votën për subjektin politik, por të njëjtën kohë, të paktën dhe çfarë po shohim terren, janë krijuar në thojza xhelozi brenda kandidatëve, ndarjen e zonave. Mendon se kjo ndihmon processin apo le të themi maksimalizimin e votës, apo ka filluar që të ketë ato devijimet, apo le të themi mundësi për gabim në rezultat? Duhet kemi parasysh që është një garë elektorale, e cila fokusi kryesor ka garën me kundërshtarët tanë politik, dhe ky është, le të themi, fokusi i gjithë betejës tonë politike. Por nga ana tjetër, mos harrojmë se është edhe normale të ketë një garë edhe brenda listës Partisë Demokratike, që ka maksimalizon edhe ajo efektin elektoral të kësaj liste, pra maksimalizon edhe votën brenda Partisë Demokratike, orienton, le të themi, maksimalisht votën tek Partia Demokratike, dhe në të kontekst më duket një gjë absolutisht normale të ketë garë, rivalitet, as pak xhelozi, do të thoja, pasi ka një absolutisht të shëndetshme, është madje duhet të ketë një garë, ambicie për të performuar dhe për të dalë me një rezultat sa më të mirë secili prej kandidatëve. Është pikërisht ajo ambicie e secilit prej kandidatëve që na garanton pastaj edhe rezultatin maksimal dhe fitoren e ardhshme në zgjedhjet e 11 majit. Rëndësishme është që nuk shikoj të ketë as pak xhelozi, përkundrazi, shikoj një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, frym të plot ekipi me kandidatët mes tyre, por edhe me strukturën e Partisë Demokratike, çka është garant për një sukses pastaj për rezultatin final në favor të Partisë Demokratike. Në të kontekst, mendoj, përkundrazi, unë madje do ta ngacmoja, do ta stimuloja akoma më shumë garën brenda grupit të kandidatëve të Partisë Demokratike, pikërisht me synimin për të maksimalizuar votën e qytetarëve të orientuar tek Partia Demokratike. Para pak kohësh, në fakt, keni qenë pjesë e hetimit nga SPAK. Që nga periudha e mbartur kur ju keni qenë krye të Bashkisë së Shkodrës. Në çfarë faze ndodhet ky hetim? Unë kam thënë vazhdimisht në daljet e mia publike, është një akuzë absurde, e qartazi me orientim dhe porosi politike, do duhet ishte një çështje civile, një çështje administrative, që nuk do të duhet kishte as pak lidhje me një strukturë si SPAK-u, sepse nuk është një çështje që ka lidhje as me korrupsion, as me asnjë formë abuzimi, apo me lidhje me krimin organizuar e tjerë. Besoj jeni ndjeni që bëhet fjalë për shkarkimin e ish-drejtorit të Usjellsit, arsyet janë publike për mungesë performance. Mendoj se në çdo veprim timin, siç dokumentohet edhe nga i gjithë dokumentacioni i vënë në dispozicion tashmë të SPAK-ut, është i bazuar krejtësisht në ligj dhe në tagrin që ligji i jep kryetarit të bashkisë apo drejtuesit të Asamblesë së Përgjithshme të SHA Usjellës Kanalizime. Dhe më tepër, siç e kam thënë edhe herë të tjera publikisht, në gjithë vendimarrjen time ka qenë vetëm interesi publik dhe qytetar, mbrojtja e interesit publik dhe qytetar, objektivi ylli polar i çdo veprimi dhe veprimtariet time në drejtimin e atij institucioni. Në të kontekst nuk ka absolutisht asnjë çështje, siç edhe do ta vërtetojnë dhe faktojnë tashmë edhe strukturat e gjyqësorit, nuk ka absolutisht as edhe një lloj çështje, nuk ka as edhe një lloj shkelje ligjore. Përkundrazi, gjithçka është konform gjitha rregullave dhe ligjeve, ka vetëm një arsye dhe tani më është edhe e faktuar përfshirja e politikës, Partisë Socialiste, strukturave të saj, drejtuesve, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, në një çështje të tillë, e koordinuar politikisht e gjitha për të rezultuar pikërisht në periudhën e fushatës zgjedhore, me synimin për të dëmtuar Partinë Demokratike dhe
barspahin si individ në këto zgjedhje elektorale. Edhe njëherë du të theksoj faktin që mu nuk më kanë prish absolutisht asë një lloj pune, nuk më shqetëson as pak një akuzë e tillë, e cila do të marrë pa dyshim përgjigjen e vetme, pra mbylljen e çështjes në fund të procesit, por na motivon akoma më shumë për të ushtruar çdo aspekt në fuqinë dhe në dorën tonë, për të larguar edhe një herë një qeveri dhe një mazhorancë thellësisht të korruptuar, e cila nuk lën asnjë aspekt pa përdorur, përfshi këtu edhe sistemin gjyqësor për të luftuar kundërshtarët e saj politik. Mendoj se në këtë aspekt mu më kanë bërë vështirë, është një çështje e cila nuk ndikon as pak tek zgjedhjet apo tek procesi zgjedhor, pasi edhe në rastin më të keq po të ishte, është një nen i cili nuk përfshihet në ato nenet të cilat pengojnë apo ndikojnë në kandidimin e një kandidati. Por ajo çfarë është e rëndësishme dhe duhet ta theksoj këtu, që bëhet fjalë për një çështje e cila më shumë se gjithçka tjetër tregon se si përdoret sistemi gjyqësor ndaj kundërshtarëve politik. Dhe kjo është në turpin e atyre që e kanë iniciuar, në turpin e atyre që e kanë ideuar dhe që e kanë vazhduar një proces të tillë. Aktualisht është në fazën e gjykimit, është një proces i cili do vazhdoj, besoj, në një kohë jo të shkurtër, por ne jemi këtu absolutisht të qetë për përfundimin e saj. Patjetër. Rikthehemi paksa tek fushata. Cilat janë ato problematikat kryesore që keni hasur gjatë takimeve me banorët, duke mos harruar edhe le të themi mënyrën se si mazhoranca po shprehet që Shkodra po qeveriset në këto 2 vite që është rikthyer në një kantier ndërtimi. Shiko, janë të jashtëzakonshme dhe të panumërta problematikat me të cilat hasemi çdo ditë në kontaktit tonë me qytetarët të Shkodran. Por më kryesorët dhe ato, le të themi, edhe më prekset, janë padyshim problematikat që lidhen me aspektin e situatës ekonomike të çdo familje shkodrane, aspektet që lidhen me papunësinë, nivelin e papunësisë ekstrem që ka prekur territorin e bashkisë Shkodër, aspektet e një plagë të madhe sociale, siç është ajo e emigracionit masiv që ka prek territorin tonë, por edhe çështje të tjera që lidhen me rendin dhe sigurinë, mungesën e plotë të rendit dhe sigurisë, dominimin e krimit organizuar në territorin e bashkisë Shkodër, çështje që lidhen me aspektet e sistemit shëndetësor, atij arsimor, të cilët po kalojnë vështirësi të jashtëzakonshme, ku situata është alarmante, por edhe aspektet të përditshmërisë jetës së qytetarëve, të bashkëqytetarëve tanë shkodran, që lidhen me presionin e jashtëzakonshëm në të cilin ndodhen ato çdo ditë nga strukturat qeveritare dhe lokale. Dhe kam fjalën këtu për problematika që hasen me mungesën e plotë të një vizioni për zhvillimin urban të qytetit tonë, të lëvizshmërisë në qytetin tonë, dhe po marrë rastin e vendosjes atyre piketave në çdo rrugë pa asnjë lloj kriteri, pa asnjë lloj studimi dhe pa asnjë vizioni nga ana e ekspertëve të lëvizshmërisë për një qytet i cili synon të orientohet drejt perëndimit. Dhe ky impakt ka një le të themi një barë të jashtëzakonshme tek qytetarët shkodran, të cilët jo vetëm janë dëmtuar rëndshëm nga vendosja dhe bllokimi i këtyre korsive nëpërmjet atyre piketave në çdo rrugë dhe pa asnjë kriter. Jo vetëm janë dëmtuar bizneset e shumta që preken nga ky le të themi investim i pa kriteri, pa vizion, por i shtohet tu edhe barra jashtëzakonisht e madhe ndaj qytetarëve shkodran nëpërmjet vendosjes së xhobave krejtësisht të dhunshme në mënyrë masive nga ana të 2 policive, si ajo e shtetit, ashtu edhe ajo bashkiake, të cilat nga informacionet që kam unë janë të detyruara me urdhër të plotësojnë një normë të caktuar
ditore në vendosjen e gjobave. Pra nuk ka asnjë tendencë për të orientuar apo për të rregulluar, edukuar lëvizshmërinë dhe qarkullimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve, përkundazi ka një tendencë për të ushtruar direkt dhunë nëpërmjet vendosjes së gjobave pa kriter dhe në kohë rekord ndaj çdo qytetari që tenton qoftë edhe të ndalojë për pak sekonda makinën. Dhe kjo ka padyshim impaktin e vet. Është absurde situata dhe nuk e mora pa arsye si rast. Është absurde sepse arrihet në vendosjen e gjobave deri edhe në rrugicat e qytetit të Shkodrës në orët e vona të natës, atëherë kur nuk përbën parkimin e makinave, nuk përbën asnjë problem për lëvizshmërinë dhe qarkullimin. Kjo ishte për të treguar pak edhe disa prej problematikave për te atyre madhoreve dhe kryesorëve, për të treguar pak edhe disa prej problematikave të vogla në duke, por që kanë një impakt të fortë tek ekonomia dhe xhepat e çdo qytetari dhe familjave të tyre. Në këtë kontekst mendoj se në vend që Shkodra të drejtohej me një vizion të qartë në funksion të qytetarëve, Shkodra sot e ka humbur atë lidhjen apo institucionet drejtuese të saj kanë humbur lidhjen me qytetarin, nuk janë në shërbim të qytetarit, janë thjesht në shërbim të mbushjes së xhepave të drejtuesve të këtyre institucioneve në kurriz të qytetarëve shkodranë. Për sa i përket pastaj aty në investimeve që ju përmendët në gjatë tyre 2 viteve, e para duhet të them se deri më sot nuk kam parë qoftë edhe një investim të vetëm apo një projekt të vetëm të propozuar të hartuar nga Bashkia Shkodër. Përkundazi janë ato projekte që ne kemi lënë në zyrat e, le themi, jo vetëm qeverisë, por edhe të drejtorive kryesore qendrore, siç është rasti konkret i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i kemi lënë të mirë hartuara, të mirë përgatitura dhe të gatshme plotësisht për investim. Ka qenë mungesa plot e vullnetit të qeverisjes qendrore për të financuar këto projekte gjatë 12 viteve të qeverisjes, le themi, Bashkisë Shkodër nga ana e Partisë Demokratike në qeverisjen e qendrore të Partisë Socialiste, ka pas një mungesë të plot vullneti për të financuar në Shkodër dhe në Verin përgjithësi, por veçanërisht në Shkodër. Kjo është më së evidente. Sot nuk mundet të dalë Bashkia Shkodër të thojë qoftë edhe një projekt që t'jetë i saj në gjithë ato projekte që sot shikoni duke u investuar. Ai show është i turpshëm, show i hapjes së kantiereve në muajin e fushatës elektorale është jo vetëm i paligjshëm dhe i dënueshëm nga ana e atyre që monitorojnë performancën e institucioneve gjatë periudhës së fushatës elektorale, por është edhe tregon edhe modelin e kësaj magjorance dhe të përfaqësuesve të saj në drejtimin e Bashkisë Shkodër, i cili është modeli i fasadës. Ashtu siç erdhën nëpërmjet fushatës me fasada dhe projekcione 3D, ashtu po vazhdojnë edhe qeverisjen. Nuk gënjehen dot shkodranët me gryrjen e një sipërfaqe asfalti dhe hulljen e një lustre sipër saj, ndërkohë që Shkodra përballet me problematika të jashtëzakonshme të infrastrukturës. Sot Shkodra është i vetmi qytet i madh i Shqipërisë i pa lidhur me autostradë me kryeqendrën e Shqipërisë, Tiranën. Për këtë do duhet të lobonin drejtuesit politik të majorancës dhe jo vetëm në qeverisjen qendrore. Sot Shkodra është i vetmi qytet i cili vun thellësisht çështjen e trafikut edhe jashtë sezonit, por gjatë sezonit, si ati veror, si ati dimror, çështja e trafikut është një situatë tragjike për çdo shkodran që tenton të hyjë apo të dalë nga Shkodra, siç jemi të gjithë dëshmitar. Shkodra sot përballet me çështje madhore, siç janë papunësia ekstreme, e cila do të ishte një tjetër këmban alarmi dhe do duhet të gjente zgjidhje nëpërmjet politikave të qeverisjes qendrore, por edhe asaj lokale. Sot Shkodra përballet me mungesën e plot
të vëmendjes ndaj institucioneve jashtëzakonisht të rëndësishme, siç janë sistemi shëndetësor, spitalet, apo ai arsimor nëpërmjet vëmendjes tek universiteti dhe shkollat e tjera. Sot Shkodra është një qytet i cili përballet me problematika të thella në lidhje me krimin e organizuar dhe impaktin e fortë që ka krimi organizuar sot tek çdo qytetar shkodran, në mënyrë direkte apo indirekte. Ne kemi denoncime të vazhdueshme nga ana e qytetarëve të thjeshtë, bizneseve të ndryshme të cilat vuajnë çdo ditë presionin e krimit të organizuar, dhe për këtë askush nuk tenton të marrë asnjë mas, paçka se problemi dhe fenomeni dihet gjerësisht tashmë, është gjerësisht i njohur. Sot Shkodra është një qytet i cili nga kryeqendra e Veriut është zhvesh nga fuqia e saj administrative dhe nga rëndësia dhe pesha e saj si kryeqendër e Veriut, sepse në mënyrë krejtësisht të papërgjegjshme dhe shumë djallëzore dhe të vullnetshme, institucionet kryesore të një kryeqendre rajonale janë spostuar nga Shkodra drejt Lezhës, Rrëshenit e tjerë. Dhe kam fjalën këtu për ato drejtori të një rëndësie jashtëzakonisht të madhe, të cilat jo vetëm i ulin peshën administrative Shkodrës, por edhe ndikon direkt tek ulja e vendeve të punës dhe impaktin e fortë që ka tek xhepat e qytetarëve shqiptar, të cilëve për të marrë çështje të caktuara në lidhje me këto institucione duhet të marrin rrugat dhe të hypin autobusave, furgonave, makinave për të shku dhe për të marru punë në zyrat e këtyre institucioneve. Është e trisht të shohësh sot në certifikatat apo dëftesat e nxënësve shkodran, drejtoria arsimore Lezhë. Shkodra ka qenë dhe do të jetë kryeqendër e artit, kulturës, arsimit, sportit, ka nevojë edhe për rikthim të një farë dinjiteti, i cili ka disa vite që po i nërkëmbët haptazi nga ana e qeverisjes qendrore dhe tani më edhe asaj lokale. Janë shumë aspekte të cilat kanë nevojë për vëmendjen e qeveritarëve, por që do thoja provat janë dhënë që askush nuk tenton të merret me këtë problematika. Ja pse del e nevojshme dhe domosdoshme që opozita, si e vetmja shpresë dhe alternativë tani më, të ngrejë zërin fuqishëm për ta rikthyer edhe një herë Shkodrën, nuk do thoja thjesht në madhështinë e saj, por pak në shkëlqimin e saj, të cilin e meriton. Unë në Shkodrën e shoh si një qytet jashtëzakonisht pozitiv, me resurse të jashtëzakonshme, me banor të cilët kanë ditë të jenë dhe të japin shumë, jo vetëm për Shkodrën, por të japin shumë për Shqipërinë, madje edhe për tej. Shkodra ka nevojë të mirë menaxhohet, Shkodra ka nevojë për vëmendjen e duhur nga ana e qeverisjes qendrore dhe vendore. Shkodra duhet të jetë qyteti simbol i artit, i kulturës. Shkodra duhet të jetë qyteti simbol i sportit. Ka nevojë të jashtëzakonshme për vëmendjen e këto kolona të ekzistencës tonë si shkodran dhe e krijimit, e rikthimit edhe një herë të Shkodrës si kryeqendër e Veriut në gjitha aspektet. Në këtë kontekst mendoj se politika jonë edhe gjatë kësaj fushate dhe propozimi apo oferta jonë është për ta rikthyer edhe një herë shkëlqimin e Shkodrës, ashtu siç i takon. Në këtë kontekst mendoj se asgjë më shumë se le të themi performanca jonë dhe kontakti jonë me njerëzit për ta rikthyer edhe një herë politikbërjen në dimensionin njerëzor. Unë pëlqen ta ritheksoj se ndoshta Shkodra dhe Shqipëria nuk ka asgjë më shumë nevojë se sa për ta rikthyer edhe një herë politikbërjen në dimensionin njerëzor, për të rikthyer ndeshmërinë në politikbërje, për të rikthyer edhe një herë besimin e qytetarëve tek politika, për të rikthyer edhe një herë vëmendjen që nëpërmjet le të themi një politike të re
të ndershme, me vizion, qytetarët mund t'i bindin na bashkohen ne në rrugtimin ton drejt ndryshimit të madh që për hir të vërtetës e pret çdo shkodran dhe çdo shqiptar. Unë dalloj në çdo kontakt tonin të përditshëm me to. Kryefjala është domosdoshmëria për ndryshim. Dhe kjo është në një farë mënyrë edhe ylli polar i asaj çfarë ne synojmë të bëjmë mas 11 majit. Të ndryshojmë një realitet të zymë, do thoja unë, por duke i ofruar qytetarëve tanë një alternativë të qartë, të një politike të re, të një politike me dimension njerëzor, në kontakt të ngushtë me qytetarët dhe me ndëshmëri të cilën e presin me aq pa durim qytetarët tanë. Në këtë kontekst, kjo mendoj se është edhe premtimi më i mirë që mund t'i bëj bashkëqytetarëve të mi Shkodran. Zoti Spahia, sa mandate synon Partia Demokratike në Shkodër? Që jemi realist, ne synojmë 7 mandate në zgjedhjet e 11 majit. Kemi të gjitha arsyet dhe motivet për të besuar se Shkodra do të të shkputet një herë mirë nga politikbërja dhe lidhja e politikës me krimin dhe korrupsionin. Është një nevojë uluritëse, do të thoja, nga ana e qytetarëve tanë për të ndryshuar një realitet, për të parë një herë për të u kthyer në atë shërbimin e institucioneve të shtetit, institucioneve qendrore dhe lokale ndaj qytetarit, për ta rikthyer edhe një herë qytetarin në qendrën dhe fokusin e shërbimeve të institucioneve. Mendoj se atmosfera është jashtëzakonisht pozitive për ne, ka një frymë të jashtëzakonshme e cila kërkon ndryshim me çdo kusht të kësaj situate, ndaj më bën të jem shumë optimist edhe në 2 javët që na ndajnë nga 11 maji dhe pastaj edhe për rezultatin post 11 maj. Për mbyllje, keni hapësirën tuaj për t'ju drejtuar shikuesve të Star Plus, pse duhet votojnë Partinë Demokratike dhe Bart Spahin në zgjedhjet e 11 majit? Unë mendoj se bashkëqytetarët e mi Shkodran duhet të zgjedhin Partinë Demokratike sepse duhet të mendojnë për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen e fëmijëve dhe të vendit tonë, Shkodrës tonë, në mënyrë që ta shkpusim edhe një herë një politikë të lidhur dhe të bërë një me krimin, mos t'i japim mundësi të ndikojnë në jetët tona, të fokusohemi tek e ardhmja jonë, të lajmë mrapa 12 vite krim dhe korrupsion dhe të fokusohemi të shohim përpara tek e ardhmja e jonë të një politikë e ndershme në shërbim të qytetarëve, një politikë e cila përtej tallavas dhe fyrjeve ofron qytetarëve një program të mirëfillt, një program i cili synon të nxjerrë Shkodrën, familjet shkodrane, qytetarët shkodran nga vështirësi të jashtëzakonshme ekonomike. Synon të zhduk varfrinë ekstreme nëpërmjet rritjes së nivelit të minimumit jetik për qytetarët me 200 euro, synon të nxjerrë familjet shqiptare nga varfëria nëpërmjet propozimit për 500 euro të rrogës minimale apo 1200 euro të rrogës mesatare. Synon të rrisë vendet e punës, të krijojë vendet e punës, të çlirojë biznesin, jo vetëm nga krimi i organizuar, por edhe nga barra e tetë e rëndë fiskale, e cila çdo ditë më shumë i shtrëngon lakun në fyt këtij biznesi. Synon të jap një alternativë të re, të rive dhe të rejave tanë këtu në Shkodrën tonë, në vendin tonë, nëpërmjet shkollimit, nëpërmjet hapësirave për punësim, në mënyrë që t'i mbajmë këtu dhe mos t'i lëjmë të largohen rrugëve të Europës në emigracion. Sepse ne garantojmë luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar, luftë pa kompromis ndaj korrupsionit. Ne garantojmë një qytet i cili të shoh drejt të ardhmës me besim, rikthimin e besimit të politikbërja e ndershme dhe në funksion të qytetarëve. Edhe një herë, unë ju bëj thirrje që masivisht na bashkoheni në alternativën tonë
në ofertën tonë me 11 maj dhe të bëhemi bashkë të gjithë pjesë e atij ndryshimit të madh që presin të gjithë shqiptarët. Spahia, faleminderit që ishe me mua sot në studio hapur dhe fushat në barë. Faleminderit ju për ftesën. Shikues të Star Plus, se ishte gjithçka që kishim përgatitur për ditën e sotme, bashkë miru takofshim.